Zonja dhe zotëri, mirë se vinin klubin sportiv. Unë jam Drilon Xhepollari dhe në mjëllë vazhdim do t'jemi së bashku për cilë të kjo zhvillimet më të fundit nga bota e sportit. Legionarët kanë pasur një fundjavë tepër pozitive duke qenë protagonist me klubet e tyre me gola dhe asiste. Kryefjalë në fundjavë ishte ndërkombëtari shqiptar Arlinda Jeti, i cili arriti të realizojë 2 gola në ligën e parë turke të futbollit duke ndihmuar ekipin e tij të merrte një fitore të rëndësishme me shifrat 5-0 përballë Adana Demirspor. Ky ishte një sukses shumë i rëndësishëm për Bodrumspor, ku Ajeti tregoi një performancë të jashtëzakonshme, por gjithashtu miru paraqit edhe futbollisti tjetër i kombëtares Taulan Seferi, i cili është shok skuadre me Ajetin, duke zhvilluar një paraqitje signifikative me asist dhe gol për ekipin e Bodrumspor. Ky ishte goli i 13 sezonal për Seferi, ndërsa ka dhënë edhe 5 asiste në kampionat, duke qenë një nga lojtarët më në formë të ekipit kombëtar në këtë moment. Qëndrojmë Turqi dhe ndalemi tek Muçi, i cili po impresionon media turke me paraqitjet e tij lidhur me performancën e tij. Ka folur edhe ish futbollisti turk, i cili e ka komplementuar dhe ka thënë se Muçi mund të shitet për 20 deri në 25 milion euro në merkato pas paraqitjes që ndërkombëtari shqiptar pati në fush në fitoren 3-0 përballë ekipit që Trabzonspor arriti në transfer ndaj Samsunspor. Performanca e Muçit ishte vërtet signifikative me asist, gol dhe duke qenë protagonist në të 3 golat që realizoi ekipi i Trabzonspor. Ky ishte goli i 12 për Muçi në të gjitha kompeticionet me fanellën e Trabzonspor. Gjithashtu një paraqitje mjaft e mirë edhe nga Kristian Shpendi, i cili arriti të jap një asist në golin e parë që Cezena shënoi në fitoren 2-0 kundër ekipit të Peskares. Megjithatë, sulmuesi i talentuar kishte një tjetër mundësi të shkëlqyer për të realizuar golin e tretë në fund të takimit, por gaboi nga pika e bardhë e 11 metrave. Ndërkaq, titular me klubet e tyre në këtë fundjavë ishin Strakosha, Mario Mita, Gjimshiti, Qazim Laçi, Ylber Ramadani, Julian Shehu, Arbër Hoxha, Yasir Hasani, Rejmanaj dhe Mehmeti. Ndërkohë Broja e nisi nga stoli dhe duket se ka humbur vendin e titularit tek ekipi i tij në Premier League-ën angleze, ku Burnley po lufton për të qëndruar në kategori. Mirë, qëndrojmë tek legionarët, do të flasim për mesfushorin Julian Shehu, i cili ka pasur paraqitje tepër pozitive me ekipin kombëtar, por gjithashtu edhe në Poloni tek ekipi i tij. Lidhur me këto paraqitje, por edhe ndeshjen e rëndësishme që Shqipëria do të zhvillojë kundër Polonisë, ndërkombëtari shqiptar ka dhënë një intervistë për mediat polake ku ka komentuar rëndësinë e kësaj ndeshje, ndërsa u shpreh se Polonia është favorite në këtë ndeshje për shkak se sfida do të zhvillohet në Varshavë. Do t'jetë një ndeshje shumë e vështirë për të dy ekipet. Gjithçka mund të vendoset nga detajet të vogla. Polonia ka një avantazh të lehtë sepse luan në Varshavë me mbështetjen e tifozëve, që janë shumë të zjarrt. Në kombëtare ka më shumë detyra mbrojtëse, ndërsa te klubi luaj më në ofensiv. Kjo varet nga taktikat e trajnerëve. Përpiqem gjithmonë të jap maksimumin, si për klubin ashtu edhe për kombëtaren, u shpreh Shehu. I pyetur për stilin e lojës së Shqipërisë, mesfushori e krahasoi me mënyrën se si luan Italia, për shkak se shumë futbollistë kombëtarë shqiptare luajnë në kampionatin italian të futbollit, por gjithashtu edhe tekniku Silvinho ka qenë ndihmës i Mancinit. Kombëtarja ka ngjashmëri me stilin italian, pasi trajneri ka punuar me Mancinin dhe shumë lojtarë tanë luajnë në Itali, por mendoj se Shqipëria ka cilësi në çdo repart, jo vetëm në mesfush, u shpreh Shehu. Mirë, tani do të flasim për kampionatin shqiptar. Është mbyllur java e 23 me ndeshje vërtet interesante. Kemi pasqyrën e rezultateve. Bylis Partizani 1-2, Vllaznia Vora 1-0, Elbasani Teuta 2-1, Flamurtari Ignatia 0-1, Tirana Dinamo 1-1. Në krye të kampionatit qëndron ekipi i Vllaznis me 45 pikë, ndjekur nga Elbasani me 42 pikë. Në vendin e tretë është Ignatia me 42 pikë, Dinamo e katërta me 35 pikë, që po kalon një moment të vështirë në kampionat. Ndërkohë Partizani ngjitet në kuotën e 30 pikëve, 27 pikë Teuta, Vora e 7 me 25 pikë, Tirana ngjitet në klasifikim në vendin e 8 për herë të parë në këtë sezon, 21 pikë, Bylis 20 dhe Flamurtari me 19 pikë në fund të klasifikimit. Mirë, tani do të shohim edhe informacionin më të mirë të javës së 23, i zgjedhur nga
trajnerët e ekipeve kombëtare të moshave. Dominon ekipi i Partizanit me 3 futbollistë në këtë formacion. Në port është zgjedhur Dajsinani i Egnatias, i cili pati një performancë madhështore të zhvilluar në fundjavë. Në mbrojtje, Buxhela në krahun e majt i Partizanit, Gjini i Vllaznis në qendër së bashku me Lulajn e Elbasanit dhe në krahun e majt është Ismaili i Dinamos. Në qendër të mesfushës Aleksi Egnatias, Kallaku i Vllaznis, është violina e shkodranëve në këtë performancë tepër pozitive të ekipit kuqeblu që marshon drejt titullit. Dhe në krahun e është talenti Bardhe Blu Vogli, i cili pati një performancë vërtet pozitive kundër Dinamos. Në repartin e sulmit është Boje Elbasanit, i cili realizoi 2 gola dhe pati një performancë të nivelit të lartë kundër Teutës. Në krahun e majt është Human i Partizanit, së bashku me kolegun e tij Tomën në krye të sulmit, që ishin 2 protagonistë në fitoren që ekipi i Partizanit arriti në transfert me Bylisin. Ndërkohë, trajneri i javës është zgjedhur Kërnaja. Mirë, pas kampionatit kthehet Kupa e Shqipërisë me ndeshje vërtet interesante. Sfidat e para do të zhvillohen ditën e martë. Bylis, Vllaznia në orën 13:30. Do të jetë ndeshje interesante dhe në orën 16:30 Teuta do të presë në stadiumin Niko Dovana në Durrës Egnatia. Ndërkohë, 2 takimet e tjera do të zhvillohen ditën e mërkurë. Derbi kryeqytetit rikthehet sërish pas atij të fundjavës në kampionat, do të jetë edhe në kupë. Në orën 13:30 Selman Sermasi Tirana për Dinamon dhe në orën 16:30 Elbasani do të luajë kundër Partizanit. Mirë, në fundjava do të kulmoj me megaderbin e futbollit shqiptar, Partizani Tirana, një ndeshje shumë e rëndësishme për të dyja ekipet, të cilat kanë bërë mirë në javën e fundit, po ngjiten në klasifikim. Lidhur me këtë ndeshje, klubi i Partizanit ka publikuar dhe çmimin e biletave për tifozët që duan ta ndjekin derbin në stadiumin kombëtar Air Albania, ku sfida do të duke nisur nga ora 19:30. Bileta me lirë kushton 500 lekë të rinj pasportave. Më pas vazhdojnë 1.000 lek, 1.500 lek, 3.000 lek, 4.000 lek dhe në tribunat VIP Gold 5.000 lek. Mirë, ndryshojmë atmosferë, do të flasim për futbollin e femrave, një ndeshje vërtet emocionuese u zhvillua në stadiumin Loro Boriçi në Shkodër, ku Teuta arriti një fitore impresionuese me shifrat 2-1 përballë ekipit të Vllaznis dhe arriti të sigurojë biletën për të shkuar në finale të Kupës së Shqipërisë. Një sukses i rëndësishëm i vajzave dursake që thyen Vllaznin, e cila ka dominuar futbollin shqiptar në dekadën e fundit. Pas triumfit që vajzat dursake patën në stadiumin Niko Dovana me shifra 2-1 Durrës, fitojnë me të njëjtin rezultat edhe në Shkodër në Loro Boriçi, duke i dhënë një goditje të fortë ekipit të Vllaznis në këtë sezon. Protagoniste absolute për Teutën ishte futbollistja Da Silva, e cila spikati me një dopjetë, ndërsa Vllaznia nuk arriti të përmbys disavantazhin pavarësisht përpjekjeve. Ndërkohë, në gjysmëfinalen tjetër, Apolonia do të përballet me Gramshi në Fier më 12 shkurt. Fitoria 2-1 Apolonis në transfert e bë skuadrën fierake favorite për kualifikimin në finale. Mirë, tani do të flasim për futbollin ndërkombëtar. Manchester United, i cili po shkëlqen me Carrick në pankin, ka hedhur syt edhe nga Mercato dhe ka piketuar mesfushorin italian Tonali për Mercaton e ardhshme të verës. Mediat britanike dhe Telegraph shkruan se djajt e kuqe shohin italianin si një element të rëndësishëm për të forcuar në repartin e mesfushës, aty ku do të kenë një boshllëk të madh, pasi në fund sezonit Casemiro do të largohet nga djajt e kuq. Megjithatë, për të do të ketë konkurrencë, pasi sipas shtypit britanik i interesuar për Tonalin mbetet dhe Arsenali. Ndërkohë, mesfushori italian ka shprehur dëshirën edhe për një kalim në Itali, ku kohët e fundit u lakua për tek Juventusi. Gjithsesi, mbetet të shihet se çfarë do të ofrojë Mercato e verës për Tonalin, por në fokus Manchester United e ka dhe do të bëjë gjithçka për të siguruar shërbimet e tij në këtë Mercato. Mirë, me këtë informacion kemi vritur në fund Klubi Sportiv për sot, duke falenderuar për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.